Është zhvilluar këtë të hënë mbledhje jashtë radhe e Këshillit Bashkiak për disa projekt vendime të propozuara nga kreu i Bashkisë së Vlorës, Bruna Mersini. Mbledhja është drejtuar nga kryetaria e Këshillit Elpini Qemerkuri, që në çelje të mbledhjes opozita ka kërkuar që në mungesë të propozueses, Bruna Mersini, projekt vendime të tërhiqen, çka nuk është pranuar nga këshilltarët socialistë. Mbledhja është fokusuar në projekt vendim për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak data 23/12/2025 për buxhetin e Bashkisë Vlorë për vitin 2026, projekt vendim për miratimin e tarifës së ofrimit të shërbimit për zonën e plazheve të administruara dhe të tarifuar nga njësia e vetëqeverisjes vendore, projekt vendim për përcaktimin e vetëqëndrimit të mjeteve për të cilat janë vendosur masa administrative gjoba për shkelje të kodit rrugor, projekt vendim për krijimin e strehëzës së kafshëve Endacak dhe miratimin e akteve administrative në funksion të kësaj veprimtarie. Projekt vendimi për miratimin e tarifës së ofrimit të shërbimit për zonën e plazheve të administruara dhe tarifuar nga njësia e vetëqeverisjes vendore është shoqëruar me debate pozit-opozit. Në emër të administratës ka referuar specialistja Aneta Sheu. Kemi bërë një ndryshim të numrit të çadrave që në komisarin e javës së kaluar e kishin propozuar 1818, ndërsa sipas nenitet të këtij ligji i përkojnë për 18.000 m2 sipërfaqe të shfrytzuar, i takojnë diku te 1.000 çadra. Çmimi maksimal përcaktohet nëpërmjet bashkisë dhe subjektit në përputhje me parimet e konkurrencës, proporcionalitetit dhe interesit publik. Plazhi Lungomare ka një sipërfaqe në metër katror dhe ritheksoi plazh publik i tarifuar nga bashkia, që do të thotë 18.176 metër katror. Është kjo për të cilën ne kemi bërë analizën. Dhe nuk do të thotë që ne nuk kemi plazh publik, kur njerëzit të cilët nuk kanë mundësi pagese, kanë një plazh publik për 15.471 metër katror, të cilin mund ta frekuentojnë në rast se nuk kanë mundësi pagese të plazhit publik të tarifuar. Po të shkojmë shifrat, 18.176 me 15.472, në zbatim të vendimit numër 649 për miratimin e rregullores dhe kushtet e plazhit, sipërfaqja për 18.176 e tarifuar nga Bashkia Vlorë, llogaritur të vendosë 1.000 çadra, duke përmbushur kështu standardet e lejuar sipas nenitetit të këtij vendimi, ku sipërfaqja e lejuar duke respektuar distancat, përmbushur të gjitha kriteret sipas standardeve bashkëore, është 18 metra katror. Dhe sipas llogarive, plazhi tarifuar i takojnë 1.000 çadra. Në bazë të urdhrit të brendshëm të ngritur me firmë të kryetares, numër 267, 17/2026, është bërë testimi të rregull nga grupi i punës, ku me përcjellje ku janë dërguar në mënyrë shkresore dhe zyrtare 6 subjekteve kërkesa për ofertat e tyre dhe prej tyre rezultojnë këto çmime. Duke zbatuar VKB numër 26, miratimin e hartës së përgjithshme, arrim që mesatarja e çmimeve të protokolluar në mënyrë shkresore rezulton të jetë 1.417 lek, 50% i saj është 708 lek. Dhe komisioni, grupi i punës, arrin në përfundimin që çmimi 700 lek është çmimi i propozuar me TVSH. Por opozita ka qenë ashpër në argumente. Këshilltarët Gjergj Nika, Atir Doxha dhe Geron Gumbardi e cilësuan situatën të papërballueshme për qytetarët dhe një goditje për turizmin vendas. Praktikisht gjysma e plazhit publik do të jetë publik me pagesë tashmë, sipas dëshirës së Brunilda Mersinit, të cilin e kanë zgjedhur 8% e 12%. Edhe kjo zonja tani për të grumbulluar ca para, që këta t'i shpërdorojnë pasaj, në streza kafshësh, e ku t'i gjun se qa, e në ato tenderat me ato preventivët jashtëzakonisht të fryt, sjellin sot edhe këtë projekt vendim për t'u marrë praktikisht njerëzve edhe ato pak lek të cilët mund të kenë mundësi të bëjnë plazh në plazhin publik. Pra plazhi publik tashmë sipas Bruna Mersinit nuk do jetë më plazh publik, por do jetë plazh publik me pagesë. Unë e dëgjova dhe lexova dhe projekt vendimi, gjysma e atij territorit, i cili praktikisht ishte i gjithë i publik, sot do të kthehet plazh publik me partneritet publik-privat që ka zgjedhur Bruna se kujt do t'ia japë këtë plazhin bashkë me tarifimin në nivelet maksimale të cilat ne kemi të përcaktuara në tarifimin e plazheve. Po ti shikoni ju këtu, po tani ne nga qetësia duhet kalosh me se s'bën të bërtitura që këtu të kuptojnë. Se këta o nuk kuptojnë, o bëjnë sikur nuk kuptojnë ose janë aq shumë ai këtu sa nuk u intereson fare edhe diskutimin që ne bëjmë. Tani ne kemi këtu të renditura 3 zona për të cilat ne i tarifojmë. Zënien e hapësirës publike në plazhin Nat dhe plazhi Vjetër. 4.000 deri 5.000 lekë për subjektet që janë me hoteleri dhe restorante. Pastaj shkojmë te zënia e hapësirës publike në plazhin Lungomare, fillimi Lungomare deri në fushat e sportit. 6.000 deri në 7.000 lekë maksimumi, pra hoteleri plus restorante që administrojnë të plazhin.
Përzërin hapësirës publike në plazhin nga fusha e sportit deri në Pashaliman ose kum themi nga 6500 deri në 7500. Taj çfarë bëjmë? Dy plazh publik, i cili faktikisht për thënë vërtetë, është plazhi më i ndotur. Se unë kam marrë pikërisht nga ujësjes kanalizime, 1 vit e gjysmë përpara një shkresë në cilën drejtoria për kace dhe ishte drejtoria e Partisë Socialiste ajo, jo e Partisë Demokratike. Nuk e kishte emëruar aty Doçi aty që ishte drejtor aty. Kam marrë që në lungomare janë 4 pika deri të ujrave të ndotura. Tani me që se kemi plazhin të ndotur ne dhe nuk marrim asnjë mas për ta pastruar të plazhin, i cili është realisht plazh që arrihet nga pensionistët dhe fëmijët që mbajnë ata gjyshin, mbajnë ata fëmijët e vegjël, se prindërit i kanë në punë për t'i çuar ato ditën në ato ditët e plazhit atje. Tani çfarë bëjmë ne? U themi këtyre pensionistëve që kanë këtë plazhin këtu mundësi për të qenë plazh publik, u themi zotëri, Brunilda Mersini, administrata e saj, ekzekutivi i Bashkisë Vlorë, meqenëse ka marrë shumë vota nga qytetarët e Vlorës, ka vendosur që këtë plazhin publik ta i quaj plazh publik me pagesë. Dhe gjysmën e këtij territori, çfarë bëjmë ne? Ja japim me partneritet publik privat një klienti pranë kryetares së bashkisë. Juve po bëni një tarifim të cilët kostua ju shkon bashkë me kostot e tjera në afat në mbledhjes së komisionit 40 lekë. Bashkë me kostot e çadrave 358 lekë. Doni ta bëni këtë tarifim? Hajde ta vëmë çmimin nga 400 në 500 lekë, gjejmë të mesme dhe e bëjmë tarifim. Ka gjëra që bashkia i bën dhe për qytetarë. Edhe në qoftë se del 0-0. Se juve këtu na i nxjini gjitha me fitim, kemi 2 vjet e gjysmë që unë shikoj kompani që dalin me fitim këtu. Po kur më vin bilanci në fund të vitit apo buxheti faktik, dhe të gjitha gjërat që na vijnë, të gjitha kompanitë janë me humbje. Që nga qyteti studenti, që nga ajo e peshku, që nga ajo e parkimeve, që nga e tjetra e fruta perine, të gjitha vijnë me humbje. Dhe kur vin këtu vijnë me fitim. Është absurde çfarë po bëni. Është absurde dhe nuk e kuptoj si po vazhdoni dhe nuk e kuptoj këtë pjesë. 7.000 lekë kërkon, thoni juve ran dakord dhe biznesi do kush na detyron si Këshill Bashkiak t'ia japim vetëm këtyre 8 bizneseve dhe mos të bëjmë thirrje publike, mase na ofrojnë 2.000 lekë, me 1.000 lekë falas, bëj reklamë siç është kompania që na ka ofruar, thotë do bëj kompani me çadret që do vë logot e saj, dhe ofron falas. Pra, ju bëni 2 gabime. Thoni flisni në emër qytetarëve dhe votoni kundër qytetarëve. Flisni në emër pensionistave dhe u bëni dëm pensionistave. Kështu debati i menaxhimit të plazheve edhe me shqetësimin për çmimet e larta që po përballen qytetarët dhe turistët. Në mbështetje të politikave aktuale u shprehen këshilltarët Shkëlqim Leskaj dhe Elsa Bezhani. Ndërkohë, debatuar tarifa 700 lekë e vendosur nga bashkia apo 500 lekë propozuar nga këshilltari i opozitës Gjergj Nika, pasi shtedhur në votim, peshorja ka anuar nga tarifa 500 lekë. Kjo është hera e parë që opozitës i bashkohen edhe votat e këshilltarëve socialistë.